Kjo gotë uji mund të të ndihmoj ose të dëmtoj. Shumë njerëz e nisin ditën me një gotë ujë, duke menduar se po bëjnë një gjë më të mirë për trupin. Por mjekët thonë se jo çdo mënyrë është e saktë. Ja çfarë ndodh në trup në varësi të temperaturës së ujit. Uji shumë i ftohtë në mëngjes mund të ngadalsojë tretje, shkakton shtrëngim të stomakut, te disa persona jep ndjesi fryrjeje. Uji i vakët ndihmon zgjimin e sistemit tretës, përmirëson qarkullimin, ndihmon trupin të hidratohet më mirë. Uji shumë i nxehtë mund të irritoj fytin, nuk rekomandohet me stomak bosh. Sipas specialistëve, një gotë uji i vakët në mëngjes pas gjështesë është zgjedhja më e sigurt për shumicën e njerëzve, një zakon i vogël që mund të bëjë diferencë të madhe në trupin tuaj.